Përshëndetje shikues të gazetës Demos. Momentalisht gjendemi në fshatin Izbic të komunës së Skenderajt, fshat ky i cili gjendet vetëm 9 kilometra larg qytetit të Skenderajt. Para luftës, fshati Izbic numëronte afërsisht rreth 500 banor, ndërsa sot në këtë fshat vetëm një familje po i qëndron besnik këtij fshati. Në të kaluarën banorët e këtij fshati merreshin me bujqësi dhe blegtori, edhe pse në kushte jo të mira, ata i qëndronin besnik vendlindjes së tyre. Ambulanca e fshatit prej vitesh ka mbetur e mbyllur, ndërsa edhe shkolla që dikur priste nxënës çdo mëngjes tashmë qëndron e boshatishur dhe jashtë funksionit. Izbica njihet si vendi ku ndodhin një nga masakrat më të mëdha të kryera nga forcat serbe ndaj shqiptarëve. Në vitin 1999, këtu u vran 150 persona duke lënë pas një dhimbje që ende jeton në kujtesën e familjeve. Varrezat në këtë fshat janë dëshmi e asaj që ndodhi duke kujtuar tragjedinë e rëndë të atij viti. Nga ky fshat duhen rreth 9 kilometra për të siguruar gjërat bazë ushqimore ose për të marrë trajtim mjekësor në Skenderaj. Mungesa e kushteve bazike ndikoi drejt për drejt në largimin e banorëve. Në Izbic kanë mbetur vetëm shtëpitë e zbrasta dhe oborret e qeta. Nuk ka me jetë vetëm heshtje, megjithatë kujtimi për ata që kanë jetuar dhe kanë humbur jetën këto vazhdon të mbetet.